Nëse ke dëshirë që Allahu të të përdorë në rrugën e tij, nëse ti lutesh që Allahu të bëjë njëri të zgjedhur që përpiqesh e punon për rrugën e drejtë, për fenë e vërtetë që ka zbritur ai, ta dish se kjo rrugë ka sprova, ka pengesa, ka vështirësi. Jo çdo kush është i denjë dhe e meriton të jetë punëtor i Allahut. E gjithë çështja ndahet këtu. A je i Zoti që të përballesh me sprovat në rrugë të Allahut? A je i gatshëm shpirtërisht që ti dorëzohesh atij dhe të besosh se fundi do të jetë i bukur pavarësisht rrethanave të vështira në jetën e kësaj bote? Duro duke e lidhur shpresën te Allahu. Hiqe frikën. Frika është iluzion, sepse frika është mjet i shejtanit me të cilin sulmon zemrën e besimtarit. Me të mirë e me të keq, kjo botë kalon shpejt. E ahireti, jeta e vërtet, është më e mirë për ata që besojnë. Këtë video, inshallah, ka rris ta shikojë ndonjë djalë i ri apo vajzë e re që e do Allahun dhe pejgamberin që t'i bëhet busull në orientimin e tyre.